Se shpesh herë prindi ka tendencën i trembur nga ajo që ka ndodhur, ka tendencën një herë që të pyesi fëmijën ta marrë si në pyetje, gjatë gjithë kohës duke u shtuar pak ndoshta edhe pak presion, që duhet patjetër që të kuptojë nëse është prekur nga dhuna. Po fëmia që është nën presionin e prindit, shpesh herë ka tendencën ta shmangë ose të tërhiqet nga ajo që mund të thotë me qetësi. Mirë, në rastin konkret u morën në shqyrtim edhe pamjet filmike. Kështu që Patjetër, sepse bëhet fjalë për një institucion që normalisht mendoj që duhet jetë shumë i monitorueshëm. Edhe ajo që unë do të shtoja është sepse kur ne përballemi me një ngjarje të tillë, ne tani në këtë moment së bashku po flasim për pasojën, por ne duhet të flasim gjithmonë mbi arsyetimet që çfarë duhet bëjmë që të mos vim deri ke pasoja, sepse më pas për pasojën po themi nuk ndryshojmë dot situatën, para thënien ose para veprimin e gjithë situatës që ka ndodhur. Prandaj duhet jemi gjithmonë në pozitën për të ndërgjegjësuar, për të vetëdijsuar të gjithë ato persona të cilët punojnë dhe marrin këtë detyrë po kaq të rëndësishme, po kaq të ndjeshme dhe po kaq shumë, domethënë në funksionin e kontrollit që kanë, sepse kemi të bëjmë me breza të cilët ose me fëmijë që janë tepër të vegjël dhe normalisht ku krijojnë bazat, sepse 5 vitet e para tek një fëmijë apo tek çdo njeri prej nesh janë baza, është themeli mbi cilin ndërtohet gjithë pjesa që vjen më pas. Është e vërtetë, dhe çfarë masash duhen të marrin institucionet arsimore për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen? Pra që mos jemi sërish pas një viti apo pas 2 vitesh në një rast të ngjashëm. Shiko, është e rëndësishme të kuptojmë, domethënë definitivisht, sepse janë disa